Një mega operacioni e autoriteteve italiane ka tronditur skenën e krimit organizuar shqiptaro-italian. Gjykata e Breshjas ka lëshuar 24 urdhër arreste ndaj një rrjeti ndërkombëtar që dyshohet se në 5 vite ka trafikuar të paktën 1.3 ton kokainë dhe heroin drejt Italisë. Nga këta 21 persona janë dërguar në burg dhe 3 janë vendosur në arrest shtëpie. Me semrave të ndaluar bie në sy Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, i cili ndodhet ende i arratisur që nga operacioni Ura. Gjatë hetimeve janë sekuestruar 3 milion euro pasuri, ndërsa ekspertët e antimafjas e konsiderojnë këtë goditje një nga më të rëndat kundër trafikut ndërkombëtar të drogës me bazë shqiptare. Struktura e rrjetit kriminal. Hetimet të shtrira nga 2020 deri në 2025 zbuluan një organizatë të strukturuar në formë piramide. Në maj të saj qëndronte drejtimi shqiptar, Denis Myftiu, Erion Kapidani dhe Elvis Doçi, që vepronin nga Shqipëria dhe koordinonin logjistikën në Itali. Rrjeti kishte 6 baza logjistike të shpërndara në të gjithë Italinë. Uruhej droga e ardhur nga Amerika e Jugut. Sasia e kokainës hynte në Europë përmes porteve të mëdha të veriut dhe hynte në Itali e fshehur në kamion të tonazhit të rënd. Një hallk thelbësore e trafikut ishin money mules, zakonisht shoferë autobusi në linjën Itali-Shqipëri, të cilët transportonin paratë e shitjeve nga klientët italianë drejt drejtimit shqiptar. Organizata kishte edhe një partner kyç në logjistik. Giuseppe Lorio, 57 vjeç, administratori një kompanie transporti në Bergamo, i cili siguronte kamion, dokumente dhe mbulojen operacionale për trafikun. Rrjeti kishte bashkëpunim të ngushtë edhe me Sacra Corona Unita në Puglia për shpërndarjen e drogës në Italinë jugore. Roli Ardian Deliut, korrieri që rrëzoi skemën. Një figurë qendrore operative ishte Ardian Deliut, 40 vjeç, i cili koordinonte qendrën e Lecces. Udhëheqësit Myftiu dhe Kapidani i kishin besuar rreth 80 kg kokainë për shpërndarje. Përgjime telefonike zbuluan se më 17 nëntor 2020 u importua një dërgesë e madhe kokaine. Nga nëntori në dhjetor 2020 Deliu përfshi në të paktën 10 episode trafiku. Nga dhjetori 2020 deri në janar 2021 ai shpërndau 10 kg drogë në Lombardi. Më 19 janar 2021 Deliu ndalua nga karabinerët në autostradë me një furgon Renault, brenda të cilit u gjetën 5 kg kokainë. Arrestimi i tij në flagrancë konfirmoi ekzistencën e një zinxhiri të madh shpërndarjeje. Roli i Ervis Belshakut. Ervis Belshaku, banues në Valmadrer, përballet me 2 akuza: shitja e 3 kg kokainë të marrë nga drejtuesit e grupit, posedimi i 23 kg kokainë në Bergamo, pjesë e një sasie totale prej 30 kg-sh. Belshaku ishte një ndër administratorët kryesorë të magazinimit dhe shpërndarjes. Lista e të arrestuarve. Në burg janë 21 persona: Vincenzo Bruno, Arlim Buzali, Donald Sala, Gazmend Ferhati, Elton Gjegja, Adriatik Hasa, Erion Kapidani, Oltion Lala, Asti Lupi, Denis Myftiu, Altin Shehaj, Gazmend Shehu, Bledin Doçi, Elvis Doçi, Julian Hyka, Eduard Leba, Gentian Shamba, Augert Shqevi, Denis Tafili, Ndrit Tafili, Klodian Vata. Në arrest shtëpie janë 3 persona: Giuseppe Lorio, Erald Salla dhe Enkelej Tirjakut. Në përfundim operacioni Breshjas ekspozon një rrjet të fuqishëm shqiptar me degëzime në të gjithë Italinë veriore, logjistik të sofistikuar, aleanca me grupe italiane dhe një kapacitet trafiku që arrin nivele kartelesh. Autoritetet e quajnë këtë një nga supergoditjet më të mëdha kundër krimit shqiptar në Itali.